Njësia rajonale e postës në Gostivar është pajisur me 5 automjetet e reja, investim që synon përmirësimin e shërbimeve postare dhe rritjen e efikasitetit në shpërndarjen e dërgesave. Drejtuesit e postës së maqedonisë së Veriut theksuan se bëhet fjalë për një investim të rëndësishëm, i cili vjen pas një periudhe të gjatë pa investime të ngjashme në këtë rajon. Drejtori i përgjithshëm Orhan Kurtishi tha se investimet nuk do të ndalen vetëm te automjetet, por do të vazhdojnë edhe në përmirësimin e infrastrukturës së objekteve postare në mbar vendin, përfshirë Gostivarin dhe Tetoven, ku për vite me radhë kanë munguar investimet. Sot jemi këtu në postën e Gostivarit që pjesën e donacionit që e kishim nga qeveria për veturat për shërbimet postare, t'i shpërndajmë edhe për postën e Gostivarit apo për njësinë rajonale e Gostivar. Siç e shihni, të gjitha veturat janë të reja, besoj që do t'ju ndihmojnë jashtëzakonisht në mbarvajtjen e punës së përditshme dhe shpresoj që do të ketë shërbime më efikase dhe më efektive për të gjithë banorët e këtij rajoni që e mbulon njësia rajonale e Gostivarit. Në vazhdim presim që të kemi edhe investime tjera në të gjithë Republikën e Maqedonisë së Veriut, posaçërisht edhe në pjesën e Gostivarit dhe Tetovës. E dim se edhe në pjesën e infrastrukturës së objekteve është lënë goxha kohë masdore kjo punë dhe mendojmë se duhet të fillojmë të investojmë edhe në atë pjesë. Kurtishi foli edhe për nevojën e përforcimit të kuadrit të punës. Ai bëri të ditur se pas 80 punësimeve të realizuara vitin e kaluar, këtë vit pritet të punësojnë edhe 80 persona të tjerë, ndërkohë po përgatitet një plan për zgjidhjen e statusit të rreth 270 postierëve që aktualisht punojnë me kontrata, me qëllim që të pajisen me vendime të përhershme pune. Për momentin na është leju dhe na është premtuar një numër prej 80 të punësuarve që do të marrin vendime. Pjesa tjetër është pjesa e postierëve të kontraktuar që në territor të Republikës Maqedonisë së Veriut janë diku 270 që nuk kanë vendime, po jemi duke bë planin se për të gjithë ata për një herë të marrin vendime për shkak se mund të ketë edhe keqkuptime, po nuk dëshirojmë që të ndihet as ti punëtor i anashkaluar në këtë pjesë. Desha ta falenderoj edhe drejtorin për punën e jashtëzakonshme që është e bërë në pjesën e Gostivarit. Kemi rezultate të mira, kemi hapësinë ku mund të përmirësohemi, po shpresoj që kjo ndihmë sadopak t'i ndihmoj, po edhe me punësimet e reja që ndoshta do të parashojmë edhe për pjesën e Gostivarit në bazë të nevojave që i kanë, që dale sa më mirë dhe të jetë sa më i suksesshëm në udhëheqjen e kësaj njësie rajonale. Nga ana tjetër, zëvendës drejtori i postës Nikol Çognenov theksoi se automjetet e reja janë modele Fiat Doblon të vitit 2026, të pajisura me teknologjinë më bashkëkohore për siguri dhe funksionalitet. Ai sqaroi se secili automjet ka kapacitet ngarkese deri në 750 kg, duke mundësuar transport më efikas të pakove dhe dërgesave postare. Sipas Çognenovit, vlera mesatare e një automjeti është rreth 1.2 milion denar, ndërsa investimi i përgjithshëm për 5 automjetet arrin afërsisht 6 milion denar. Битно беше по спецификацията набавиме возила. E rëndësishme për ne ishte që sipas specifikimeve të siguronim automjetet të cilat në pjesën e ngarkesës, që është edhe pika më e rëndësishme për kryerjen dhe përfundimin sa më të shpejtë të shërbimeve, t'i përshtasim me nevojat e qytetarëve. Kjo lidhet edhe me detyrimin ton si post, ku sipas ligjit për shërbimet postare duhet t'i dërgojmë pakot dhe dërgesat sa më shpejt në destinacionin përfundimtar. Drejtori i postës në Gostivar, Abedin Jonuzi, vlerësoi se ky është një investim që ka munguar prej vitesh në këtë njësi rajonale. Ai theksoi se automjetet e reja do të përmirësojnë ngjeshëm komunikimin dhe shërbimin mes postës dhe qytetarëve, duke bërë punën më të shpejtë dhe më të saktë. Një donacion i cili ka munguar ndër vite në Gostivar, unë jam i punësuar diku në 2008, veç në vitin 2011 kena pas një vetur të re. E kjo nënkupton që tashmë ne do të jena relacioni post-klient do të jetë më i shpejt dhe më i sakt. Unë e falenderoj drejtorin i cili kërkesës time për 3 vetura, u tregu shumë solidar edhe na dërgoi 5 vetura, tash ne besoj se do t'ja kthejmë me angazhim maksimal dhe me punë. Jonuzi bëri të ditur se në njësinë rajonale të Gostivarit janë të angazhuar rreth 88 punonjës, përfshirë edhe postierët me kontratë, dhe se aktualisht stafi është i mjaftueshëm për realizimin e të gjitha shërbimeve ndaj qytetarëve. Dikun të arrin numri rreth 88, me vendime dhe me kontratë. Kontratë dikun përfshin 21 punëtor postier. Për momentin janë të mjaftueshëm, kemi rezultate të mira siç e potencoi drejtori, ka hapësirë për të përmirësuar edhe pak ajo suksesi i puna që të na bëjë më të suksesshëm.
po shpresoj se do të arrim tashmë kjo bajagina i lehtëson punën tonë. Përfaqësuesit e postës së maqedonisë së Veriut theksuan se ky është vetëm fillimi i një cikli të ri investimesh me synimin për modernizimin e infrastrukturës dhe kapaciteteve operative, si dhe për përmirësimin e vazhdueshëm të shërbimeve në interes të qytetarëve